dua ta lidh me këtë që ju thatë, korrupsioni në sistemin e drejtësisë. Si pasojë e kësaj, mendoni që edhe qytetarët përpiqen pra t'i zgjidhin qoftë me marrëveshje, qoftë edhe me konflikte, mos marrëveshjet që kanë me njëri tjetrin? Jo, unë nuk do të thoja që korrupsioni në sistemin e drejtësisë prodhon konflikt midis qytetarëve. Jo, konfliktet, pra, ndjes, nëse nuk kemi kuptuar. Pra, nëse unë edhe ti kemi një konflikt, përpiqemi, si pasojë mungesës së besimit në drejtësi, përpiqemi i zgjidhim bashk. Ose do t'i zgjidhim të dy bashk, ose do vritemi. Nëse nuk i zgjidhim. Nëse ka një tentativë, le ta themi, qytetare për të zgjidhur probleme të caktuara, të cilat s'ka nevojë pse të trokasesh në sistemin e drejtësisë, patjetër që kjo tregon një shkallë të lartë të ndërgjegjes qytetare dhe këtu nuk ka asnjë gjë të keqe, pra është gjithçka në bona fede, pra në mirëbesim. Inversi është një fenomen tepër negativ që ndodh në shoqërinë shqiptare. Pra për shkak të nivelit të ulët të arsimit, për shkak të gjendjes ndonjëherë mendore, shëndetësore tepër të rënduar, ndonjëherë edhe për shkak të mentalitetit, por edhe të natyrës sanguine që kemi ne si shqiptarë, ballkanikë dhe mesdhetarë, ne jemi të gatshëm që të vritemi për gjëra shumë të vogla, të parëndësishme. Pra ka pasur raste të cilët njerëzit kanë filluar për motive të dobta shere, të cilat kanë përfunduar edhe me humbje jetësh. Pra ka pasur raste konkrete. Pra humbje të jetës njerëzore për një vend parkimi, për gërvishtet e automjeteve, apo edhe për vepra të cilat kanë filluar nga natyra shumë banale. Pra për shkak të gjitha këtyre, le ta themi, faktorëve, sigurisht që bëjnë shoqërinë shqiptare të jetë e rrezikuar në raport me këtë lloj natyre të veprave penale. Por mos harrojmë edhe diçka tjetër, që ne jemi një shoqëri post-diktatoriale dhe shoqëritë post-diktatoriale për shkak të rregullit dhe le ta themi natyrës së rregullit të imponuar nga shteti diktatorial, shoqëritë post-diktatoriale vuajnë nga kaosi i cili fatkeqësisht është tepër i zgjatur në Republikën e Shqipërisë. Dhe një shoqëri post-diktatoriale, siç është shoqëria shqiptare, sigurisht që vuan nga mungesa e rregullit. Sistemi komunist ka qenë tepër negativ, por të paktën rregullin dhe qetësinë publike, duke qenë se ka qenë një sistem diktatorial, ashtu siç ka qenë sistemi